A e pat se çfarë po ndodh apo jo? Tërë kompanitë kineze tani janë ngritur dhe po tregojnë sekretet e prodhimtarisë që bëjnë për botën. Dhe nuk është më 60%, por gjë që nuk e di as unë, por te i kalon dhe është mbi 80%. Pra prodhimtaria e të gjitha gjërave që ne përdorim, kryesisht të plastikave, të karikeve, të çantave, të librave, të lojrave për fëmijë, apo çdo lloj, madje edhe të unazave apo varseve, prodhohen në Kinë. Prodhohen në Kinë me çmime marramëndse, pra që nuk kushtojnë asgjë. Dhe çfarë bëjnë disa kompani të mëdha? Këta po tregojnë sekretin, nuk e di më kuptuat apo jo? Pra kinezët, disa kompani i gjeni këto video për ditë. Çfarë bëjnë kompanitë të mëdha? Këta pasi përgatisin në Kinë, pra kinezët, ja u japin kompanive të mëdha, dhe kompanitë të mëdha, për mos ta ditur klientët e tyre, bëjnë gjëra sikur i kanë prodhuar në vend, për shembull në Francë, në Amerikë, në Itali, në Zvicër, apo ku ta di unë. Pra, tani që u ndes shkëndia, siç u pata thënë para disa ditësh, që nëse do ndizet shkëndia për sa i përket taksave, do ndodhin gjëra marramëndse. Por këtë nuk e prisja, sinqerisht. Nuk ka një rrjet social, pra që nuk është plot me pronarët e kompanive të mëdha në Kinë që po tregojnë sekretet e prodhimeve të tyre dhe se sa shiten në botë. Bile unë pash një djalë të ri që ai thoshte që dua t'ju tregoj, thot, në një video, ka miliona klikime, dua t'ju tregoj unë thot se çfarë marrun nga bota, dhe hapi duar dhe tha asgjë. Kurse tani tha do të tregoj, tha se çfarë ne tha prodhojmë për botën. Dhe kishte një mori gjërash atje brenda tek ajo zyra që kishte ai dhe një kapanon i madh. Por ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte një unaz. Një unaz që nuk dua të bëj emra, por ishte një shoqëri të madhe, dhe kjo unaz, këtë unaz e përgatisin për 2 euro. Dhe e dini se sa shitet në Evropë? 2.000 euro. Po, shitet deri në 2.000 euro. Është merë. Një unaz, 2 euro. Shitet 2.000 euro. Tani, çfarë ndodh, ose çfarë do të ndodh tani me këtë sekret dhe me këtë lojë që po bëhet gjithandej? Ju pata informuar para disa ditësh që gjëra të mëdha po ndodhin, por ju pata paralajmëruar që nuk është se sot do flas haptazi, se nuk është se bëhet për shtresën e ulët, por bëhet për shtresat e mëdha. Ndaj dhe shiko tani, mendimi im, pastaj më thoni ju nëse është e drejtë ose jo. Kush është rastësisht nëse është e mundur të bëj live faqes që nëse nuk ka brende, do t'i lutesh, nuk ju kushton asgjë, por është diferencë e madhe nëse jeni këtu së bashku me ne, sepse duke diskutuar kuptojmë shumë gjëra dhe ju faleminderit. Për mendimin tim, Trump po bën një diçka që ai nuk mundi t'i sulmonte deep state-in ose forcat politike dhe forcat ekonomike të mëdha, ata investitorët e mëdhenj të oligarkët botëror, dhe ata e hoqën. Pasi ai u zgjodh herën e parë, e hoqën. Madje kërkuan që edhe ta eliminonin, kështu thuhet. Dhe për mendimin tim, ky tani çfarë po bën, që ta bëj çdo gjë gjoja sikur nuk është ai në mes, çfarë po bën ai? Rrit inflacionin. Sepse me rritjen e inflacionit, njerëzit nuk prodhojnë. Dhe duke mos prodhuar ose duke mos patur lëvizje të mëdha, ku do hiqet më shumë paraja? Do hiqet atje ku ka më shumë. Pra, në qoftë se sot ka inflacion të madh, inflacion me fjalë të monedhës që nuk ka prodhimtari të madhe, nuk ka as blerje të mëdha, sepse nëse ti nuk ke shumë para, ta bëjmë më qartë. Nëse ti nuk ke shumë para në shtëpinë tënde, ti nuk shkon të blesh çdo gjë ose të shkosh me pushime apo ku ta di unë. Ti do mundesh që ti mbash ato të ardhura sa më pranë vetes. E di që mes nesh ka edhe ekonomist, por dëgjoni me vëmendje versionin tim, pastaj më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo. Kështu që do i lutesha edhe këtyre ekonomistëve që të më thonë nëse unë kam të drejtë. Atëherë, çfarë ndodh? Në botë ekzistojnë disa grupe që janë një pjesë e vogël, që këta lozin me paran
dhe me këto lëvizje që bëjnë të parave, nga taksat që marrin në lëvizje që bëjnë të parave, bëjnë gjithmonë më të pasur dhe më të pasur, sepse kanë para të madhe. Pra, në qoftë se ata lëvrojnë gjysmën e pasurisë botërore në disa fusha të ndryshme, ata i vendosin këto, por në njëkohësisht marrin taksa nga këto para që investojnë. Por, në qoftë se ne, si popull, pra gjysma tjetër, që nuk arrin dot që të bëj lëvizje sepse ka inflacion, futet inflacioni në mes, ka rritje të madhe të çmimeve, njerëzit nuk blejnë më si më përpara dhe nuk shpenzojnë më si më përpara. Çfarë bëhet? Ata që kanë para bie pushteti, me fjalë bie përqindja e parave të tyre, sepse në radhë të parë njerë bien vlerat e paras që kanë. Sado që të kenë ata do bien, sepse dal nga dal do shterojnë, jo të gjitha, por do ikin një pjesë e madhe e parave. Për më tepër nuk do kenë më lëvizje dhe nuk nga do t'i marrin taksat. Kështu që do bëjnë gjithmonë më pak të fortë. Më thoni, a kam të drejtë apo jo? Dhe çfarë bëri tani për të nxitur pikërisht këtë Trumpi? Çfarë tha? I tha botës, unë tani do t'ju vë taksa. E bëri të qëllimshme. Thash, ai i tha botës që do vë taksa që bota të filloi të vinte taksa atij, sepse duke bërë këtë rëmuj ngrihet inflacioni. Pra ngrihen ka krak botëror, si ndodhi në vitin 2008. Tani një gjë është e sigurt, që kur ai tha që do ngrinte taksat për Kinën, do t'i çonte 125, edhe Kina u përgjigj me të njëjtën formë dhe tha unë do t'i ngre taksat 125. Sikur ata të ishin dakord, por megjithatë edhe sikur mos të ishin dakord. Kjo përplasje e fortë, pra përplasja ekonomike, tregon që pas këtyre ka lëvizje të mëdha të parave. Pra, kur të vi momenti që do lëvizin parat, ato para që do lëvizin do jenë para që do preken nga taksat. Dhe duke u prekur nga taksat, shkojnë atje, me fjalë taksat, para do ishin atyre ku ka më shumë taksat, do ishin atyre ku ka më shumë para. Pra, në qoftë se sot lëvrojnë bie fjala $10 milion drejt Kinës, në qoftë se ngrihet çmimi i këtyre të ardhurave që merren nga Kina, merrin në mend tani që tjetë 125% më shumë. Sa është? Pra i bie 20 ca milion. Okay? Merrini me mend tani ata që investojnë. Kështu që unë besoj që kjo lëvizje po bëhet pikërisht për të rënuar deep state-in dhe për të ulur vlerën ose shumën e parave që kanë oligarkët e mëdhenj. Dhe kjo duan apo nuk duan, kjo do bëhet me do e mos, sepse zhvillimi ka nevojë për para. Dhe zhvillimi gjendet vetëm në disa grupe njerëzish. Dhe për të patur një zhvillim, pra për të lënë pas motorin me djegje të brendshme, të gjithë teknologjinë që ne kemi përdorur deri tani, sepse ne jemi ende në epokën e flakës, pra të zjarrit, sepse çdo gjë që e bëjmë me zjarr, dhe në qoftë se do zhduket kjo, sepse siç është thënë deri në vitin 2050 se s'bën, duhet zhduket ashtu po ecën, si Agenda 2030. Dhe e gjithë kjo është e para përgatitur për mendimin tim për shumë arsye. Dhe kështu që unë mendoj që këto video që po bëhen tani nga të gjitha kompanitë kineze, duket jo vetëm e përgatitur, por e përgatitur jashtëmase mirë. Sepse nëse thash, po të shikoni, edhe çantat, kanë dalë disa me çanta që tregojnë çantat Louis Vuitton, ose këta Pierre Cardin, apo ku ta di unë, të gjitha që gjoja i bëjnë në Francë, apo i bëjnë në Itali, apo i bëjnë ku ta di unë në Gjermani, jo më janë çanta që vinë nga Kina dhe bëhen me çmime vërtet shumë të ulta, banalitete të ulta që shiten pastaj qindra euro. Dhe tani kinezët jo vetëm po tregojnë sekretin, por po zgjohen. Po zgjohen sepse nëse Kina ka
80% të prodhimit, pra prodhon 80% për botën, ka në dorë çdo gjë. Pra, kur ai kinezia që ju thash unë për që thot publikisht, shpresoj ta shikoni, atë nuk e di, se njoh, edhe nuk e di si ta gjeni, por ma merr mendje do ta shikoni, ai thot çfarë marr unë nga bota, thot, e tregon asgjë. Pra, kur ai thot një gjë të tillë, merreni me mend tani gjithë populli, sepse ata janë punëtor, ç'është e vërteta, kinezët janë shumë të organizuar dhe janë punëtor. Duam ne apo nuk duam. Me fjalë, 1,5 milion banor që janë ata janë tepër të organizuar dhe tepër punëtor. Ndryshe nuk do kishin arritur këtu ku jemi sot. Bile, unë besoj që e gjithë kjo është pikërisht nga politika e saktë që ata kanë. Sepse, sidoqoftë, ata edhe pse ka kaluar kohë, për mendimin tim, janë ende komunist, por komunist të zhvilluar, si mund të quhet. Okay? Dhe sillen tamam si komunist po t'i vini re, gjithë kinezët. Megjithatë, do të dëshiroja një komentim tuaj se çfarë mendimi keni. Tani, ku do shkoj ky diskutim? Ku do shkoj gjithë kjo botë, nëse se kinezët e mbyllin totalisht prodhimtarinë për botën? Dhe çfarë do ndodh me Kinën nëse nuk do shes më ato 80% ose nuk do prodhoj më 80% të objekteve o të gjërave që prodhohen, të produkteve që prodhohen në Kinë? Çfarë do ndodh? Pres komentet tuaja. Okej, ju përqafoj. Hajde, natën e mirë.